Kinemaja shqiptare në zi ndahet nga jeta e aktorit i njohur Gjergj Lala në moshën 79 vjeçare. Lala ishte një aktor dhe regjisor i njohur shqiptar. Ai ka luajtur shumë role në teatr dhe kinematografi, më i përmendur është roli i Mihail Gramenos në filmin Liria Vdekje. Në kinema ka rreth 10 filma ku ka marrë pjesë si aktor kryesor dhe në role dytësore. Prej vitesh ai ka jetuar në Itali ku është aktivizuar në filma dhe telefilma të ndryshëm. Gjergj Lala ka lindur më 6 dhjetor të vitit 1947 në Lushnjë. Filmografia e Gjergj Lalës: Tokyo për gjakun 1976, Nusja dhe shtetërrethimi 1978, Liria Vdekje 1979, Gjurmë në kaltërsi 1981, Në prag të liris 1981, Shtëpia jone për bashkët 1982, Një emër midis njerëzve 1983, Lumi që nuk shteron 1989. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.